Kreu i qeverisë Edi Rama ka reaguar pas akuzave të opozitës lidhur me situatën e shkaktuar nga moti i keq në disa qarqe të vendit. Kryeministri kujtoi se rreshtet kanë shkaktuar përmbytje edhe në vende të tjera të rajonit si Itali, Greqi, Malizi dhe Kroaci, por andej opozita nuk ka fajsuar qeverinë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama shkruan se nuk e kupton pse nuk po fajsojnë akoma për rreshtet mbytëse të këtyre ditëve në Itali, Greqi, Malizi, Kroaci e me radhë. Çudi e madhe, opozitat andej po të paktën të fajsonin në qeverinë e tyre, po hiç asnjë llaf, se e kuptojnë që aleanca me Shiun të çon në fitore, thot Rama. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha një ditë më parë u shpreh se përmbytjet janë rezultati politikave të dështuara urbanistike dhe mungesës së investimeve në infrastrukturë, sistemit të kanalizimeve, përgjegjësi që atribohen qeverisë dhe pushtetit lokal. Prej 2 ditësh, vendi ynë është përfshirë nga moti i keq me rreshje intensive shiu, që ka shkaktuar probleme në disa qarqe. Aktualisht, qarqet më të prekura nga përmbytjet janë Gjirokastra, Lezhë dhe Durrësi.